Katër kandidatët që kanë shfaqur interes për të zvendësuar Altin Dumani në krye të SPAK pas përfundimit të mandatit plotësojnë të gjitha kriteret për të drejtuar prokurorinë e posaçme. Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Ervin Gogaj do të vijojnë garën pasi morën certifikimin nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, që vlerësoi se ata plotësojnë të gjitha kushtet. Komisioni i zhvillimit të karrierës mori shqyrtim kandidatura dhe verifikoi plotësimin e kushteve të kandidimit për ngrirjen e detyrë në pozicionet drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi i certifikimit të 4 prokurorëve të SPAK në garën për drejtues të prokurorisë së posaçme kaloi me 10 vota pro, ndërsa antari i KLP-s Zeqir Hodaj nuk mori pjesë në votim për të shmangur çdo pretendim për konflikt interesi, pasi biri është emëruar në BKH nga prokurori Klodian Braho, tashmë kandidat. Nga vlerësimi paraprak, unë konkludoj që nuk gjendem në kushtet e heqjes dorë, por gjithsesi për t'i dhënë mundësi edhe Këshillit, po edhe vetes, për një vendimarrje më drejtë, korrekte, ligjore, edhe pse çështje formale mendoj që duhet largohem nga votimi për të marrë kohën e duhur, mund dhe institucioni, për të mbajtur edhe një qëndrim më drejtë dhe ligjor. Gara për kreun e SPAK tashmë hyn në një fazë tjetër. 4 kandidatët për postin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme do t'i nënshtrohen intervistave publike dhe vlerësimeve nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ku do të paraqesin strategjinë për drejtimin e institucionit. Në vlerësimin e tyre do të merren parasysh edhe faktorë si përvoja e tyre profesionale, integriteti, vizioni dhe aftësia për të drejtuar prokurorinë e posaçme. Altin Dumani do të lërë drejtimin e SPAK më 18 dhjetor, pas një mandati 3 vjeçar në krye të prokurorisë së posaçme që ka për qëllim goditjen e korrupsionit dhe krimit organizuar në vend.